që siç e dini, ka ndjekur në mënyrën më serioze dhe më të përgjegjshme, por edhe dashamirëse, duhet ta them këtu, procesin e integrimit të vendeve tona të rajonit në Bashkimin Evropian. Pse dashamirëse? Sepse edhe në kohrat e skepticizmit më të madh, ky institucion nuk ra në një skepticizëm të tillë, por përkundrazi insistoi dhe insiston që ky proces të vazhdoj i bazuar në meritën. Ju kujtohet, mendoj se plani i tyre, kërkesat e tyre, prej 13 pikash për Beogradin, kanë qenë një dokument, do ta quaja historik, të cilit në qoftë se Serbia do të ishte përmbajtur, do ishte sot absolutisht antare Bashkimit Evropian. Plani prej 15 pikash që hartuan për Shqipërinë bazuar në misionet e tyre fact-finding. Në qoftë se do ishte zbatuar, Shqipëria do ishte nofta afër vendit antar ose pothuaj antar. Pra, kanë mbajtur, kanë patur interesa shumë serioze, shumë përgjegjshme. Përpjekja jonë është kjo. Thjesht që Bundestagu të ruaj këtë interes që ka patur për këtë proces jetik për shqiptarët. Ne jemi një forcë politike që përkrahim, kemi objektiv kryesor tonin integrimin në Bashkimin Evropian. Ne kemi deklarojmë pavarësisht nga mashtrimet që bëjnë lobistët korruptiv të Edi Ramës, apo vetë Edi Rama me ministrat e tij, por ç'është e vërteta, edhe lobistët korruptiv të Edi Ramës që nuk janë, se mos kujtoni ju se janë të pak, janë jo të pak. Ata përpiqen ta paraqesin sikur kjo parti nuk ka ndërmend integrimin, por ka projekte të veta në mënyrë të turpshme, por faktmirësisht këto mashtrime kanë marrë fund dhe janë kuptuar se ishin mashtrime të lobuara, të paguara nga Edi Rama. Ndaj dhe ne jemi të përqendruar që me miqtë tanë të vërtet procesit integrimit të kontribojnë, të ndihmojnë që ky proces të jetë proces i bazuar në funksionim në shtetit ligjor, funksionimin e ekonomisë tregut, që është dhe interesi absolut më i mirë i shqiptarëve. Më falni, akuzat absurde të Edi Ramës se ne po e denancojmë këtu apo atje, dhe unë u them dhe atyre pak individëve që më shtesin. Nacionalizmi mafioz, nacionalizmi i mafjes, është strofulla e mafiozve dhe s'ka asgjë të përbashkët me interesat patriotike abdetare të qytetarëve. Sipas tyre, ne duhet ta fshejmë, ne duhet të eksportojmë kartele droge, duhet vazhdojmë të kryesojmë, të jemi vendi i parë në eksport e kanabisit, të jemi vendi kryesor në transportin e kokainës nga Amerika Latine në Europë, e tjerë me radhë, dhe këto duhet t'i fshejmë, këto nuk duhet t'i themi, në kohë kur këto ne i mësojmë nga bota, janë të gjitha agjensitë e huaja, se po t'jetë për agjensitë e shqiptare, ato janë të droguara. Janë të droguara. Ju e shifni, a ka gjë me turp, a ka me turp, se sa çdo javë një vend evropian vjen për të arrestuar kriminal në koncentra. Asnjë, pse ndodh kjo? Se të gjitha koncentrat janë në patronazhin e shtetit, me në krye Olsi Ramen, Amand Josifin që i drejton nga Dubai e tjerë.
Dhe ndaj këtu nuk kapen. Dhe këtë javë ishin francezë, para tyre ishin austriak, ishin gjerman, me radhë. Pra e kanë shtuar Shqipërinë, po e shtrojnë Shqipërinë në një grop të zezë, të turpshme, të vjedhjes, plaçkitjes pensionistëve të atyre vendeve, po që s'mund ndodhi kur të asnjë vendi, po vende që i ka dhënë miliarda Shqipërisë në rrugën e saj. Por këto, sepse familja Rama, në këtë rast Olsi Rama, është kryepeshkaqeni i call-centrave. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Eneida Ndoci dhe kemi nisur këtë transmetim të drejt për drejt me fjalën e liderit opozitës Sali Berisha pas takimit që ka zhvilluar me këshilltarin për politikën e jashtme dhe të sigurisë, i cili kishte mbërritur në Shqipëri nga